Foshia vazhdon të shikoj poshtë pantallonave të tij, kur nëna zbulon arsyen, telefonon 911. Dori dhe buri i saj Michael u ndan disa muaj pasi djali i tyre, Aiden, lindi. Ndarja ishte vështirë pasi çifti nuk ishin në marrëdhënie të mira. Kjo e bëri situatën me fëmijën e tyre edhe më të vështirë. Por për fat, çifti arriti një marrëveshje që do t'i bënte të lumtur ata të dy dhe djalin e tyre. Marrëveshja ishte që Aiden do të qëndronte midis prindërve të tij. Michael do ta kishte atë për një javë dhe Dori do ta kishte atë javën tjetër. Në këtë mënyrë, ata do shpenzonin njësoj kohë me të. Ai u rit me të dy prindërit e tij. Por një ditë, Dori vuri re diçka që e shtyu atë të vinte ndyshim motivet e ishit. Aiden po kalonte javën me të, kur ajo vuri re duke bërë diçka tepër të çuditshme. Rreth mesditës, Aiden hyri në dhomën e ndënjes, i troqi pantallonat dhe i nguli syt poshtë tyre. Dori e pa për një moment dhe vazhdoi atë që po bënte, duke menduar se ai do të vazhdonte të luante, por ai nuk e bëri. Ai thjesht qëndroi ashtu, duke ngulur syt në pantallonat e tij për gjysmë ore. Dori e harroi atë gjë dhe vazhdoi ditën e saj, duke menduar se nuk ishte asgjë serioze. Por të nesërmen ndodhi përsëri. Dhe përsëri të nesërmen. Gjatë gjithë javës që Aiden kaloi me nënën e tij, ai ndalonte dhe ngulte syt